Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjithçka që bëjnë vendet perëndimore në Kosovë është turp civilizuese dhe për këtë do t'i shkruajë sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe apeloi se ura mbi Ibër të mos hapet për trafik. Vučić theksoi se gjithë kjo bëhet pa miratimin e kryekomunarit të Mitrovicës së Veriut Milan Radojević. Këtë e bën turku, komandanti KFOR. Kjo na flet se nervozizmi ka hyrë në radhët e tyre, nuk din se si ta detyrojnë Serbinë të pranojnë Kosovën e pavarur. Ne shikojmë për të ndihmuar popullin ton, tha Vučić. Ky i fundit tha se shefi i shtabit të përgjithshëm Milan Mojsilović ka patur bisedë të vështirë me komandantin e KFOR dhe se kjo ndodhi për herë të parë. Zëdhënësi i Unionit Evropian tha për Kosovë online se qëndrimi i misionit të NATO-s në Kosovë vendoset nga NATO dhe konfirmojnë se Brukseli është informuar për tranzicionin gradual të prezencës së përhershme të KFOR. Qëndrimi i Unionit Evropian për urën për herë ka qenë i qartë dhe udhëhiqet nga nevoja që të shërbehet të gjitha komuniteteve dhe komunave që lidhen, si dhe kontributi në bashkëpunim me marrëdhënie të mira mes tyre. Pas kalimit të qeverisjes vendore në veri pas zgjedhjeve lokale, është e nevojshme të përmirësohet koordinimi efikas dhe konsultimet thelbësore mes komunave përkatëse dhe institucioneve në nivel qendror. E rëndësishme është që policia kosovare të ofrojë siguri dhe mbrojtje për të gjitha komunitetet në përputhje me parimet demokratike, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit, se si të ndjenë të sigurt të gjithë, thuhet në reagimin e Unionit Evropian. Serbët friksojnë prej njoftimit se ura mbi Ibër, e cila ndan Mitrovicën e Veriut dhe ato jugore, do të çelet pasi situata e sigurisë nuk është e mirë, tha kryekomunari Mitrovicës së Veriut Milan Radojević dhe kujtoi se ky qëllim duhet të mbahet mend për pogromin e marsit. Radojević tha në programin e mëngjesit të Radio-Televizionit të Serbisë se përfaqësuesit e serbëve disa herë kanë pyetur përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar mbi çfarë baze bet vlerësimi i situatës së sigurisë. Pyetet se si e interpreton deklaratën e kryekomunarit të Mitrovicës Jugore Faton Pacolli se çelja e urës do të përfaqësonte fundin e idesë së ndarjes së Veriut të Kosovës, Radojević u përgjigj se qëllimi final i autoriteteve kosovare është bashkimi i Mitrovicës. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlëm Baraliu vlerësoi se vendimi i mundshëm për çeljen e urës mbi Ibër mes Mitrovicës Jugore e Veriore është lajm i mirë duke bërë të ditur se kushtet e sigurisë tashmë janë më të mira, çka sikurse thotë përmbylli dhe Unioni Evropian. Ai theksoi se Unioni Evropian në vend që t'i lidh qytetarët me politikën e vet se kontribuoi në ndarjen e tyre. Ish ministri i qeverisjes vendore Sadri Ferhati beson se situata në veri të Kosovës vijon të jetë ndjeshme dhe se njoftimi për zëvendësimin e pjesëtarëve të KFOR me njësitë e policisë kosovare do të thotë se institucionet e sigurisë kanë vlerësuar kështu situatën në terren. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulen Haxhiu bëri thirrje partive politike të nisin bisedimet për emra konkret për presidentin konsensual. Ajo tha se lëvizja vetëvendosja përsëriti gatishmërinë për zgjedhjen e presidentit konsensual për të shmangur zgjedhjet e reja dhe përcolli se kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti gjatë takimit theksoi se ka vota të nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Në takim në të cilën Haxhiu thiri të gjithë partitë politike, nuk asistuan përfaqësuesit e opozitës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë në Prishtinë, prej së cilës i bërën thirrje kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurti që të hapë rrugën për formimin e institucioneve. Ata janë tubuar për disa ditë rresht para godinës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës dhe i bëjnë thirrje kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurtit që të vijë dhe të formojë institucionet. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku tentoi të hynte në godinën qeveritare, çka nuk u lejua nga sigurimi i kësaj ndërtese. Në Serbi nesër do të jetë moti kthjellët me diell dhe i ngrohtë, vetëm në mëngjes dhe para mesditës në veri, lindje dhe një pjesë të Serbisë qendrore do të jetë mot mesatarisht me vranësira. Era do të fryejë lehtë deri në mesatare dhe do të jetë ndryshueshme. Temperatura me ulët do të jetë nga 14 deri në 20 gradë Celsius, ndërsa me larta nga 31 deri në 35 gradë Celsius.